dridh krejt këtë dunja për mirësi dhe begati. Fjala Allahut sjell mirësi dhe begati gjithandej nesh. Prandaj sihri largohet me përmendjen e Allahut. Edhe me thonë la ilaha illallah. Nuk ka lutje më të mirë se la ilaha illallah. Pejgamberi selam ka thonë se lutja më e pranueshme prej lutjeve të zgjedhura është me thonë la ilaha illallah. Fjala la ilaha illallah e dridh arshin. Fjala la ilaha illallah e dridh tokën. Fjala la ilaha illallah ishte oferta që në kohën e idhujtarëve me kas që ja bon Muhamedit a.s. që të hiqte dorë nga la ilaha illallah, pejgamberi a.s. tha kella, kurse si tha nuk heq dojnë pe fjalës la ilaha illallah, që do të thotë nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet veç një Allahu, një Zoti që ka kriju qiell dhe tokë, hanë e diell dhe gjithçka ka në këtë kozmos. Pra kjo është mirësia dhe begatia të madhe të Allahut, qofshin falë atij. Prandaj kush i mbështetet Allahut, Allahu ka mi dhënë rrugëzidhje, rrugdalje atij njeriu dhe ka me arrit triumf në këtë botë, në botën